Kryeministri Edi Rama përmes një fotoje të publikuar në Facebook ka treguar se ka patur një komunikim telefonik me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet prej më shumë se 4 vitesh në paraburgim në Hag. Telefonata e ish komandantit të UÇK-s nga Haga për Ramën vjen në mes të një atmosfere festive në Partinë Socialiste, e cila me 2267 qendra votimi të numëruara është duke dalë fituese me 52.66% të votave nga zgjedhjet e 11 majit dhe do të qeverisë vendin për një mandat të katërt. Telefonata e vllaut tim, Hashim, ishte e tejet prekse dhe komandanti ishte në formën e vet më të mirë, shkruan Rama për krah fotos. Por ajo që ka rëmben vëmendjen në ekranin e kompjuterit të kryeministrit është fjalimi me shumë gjasi fitores ose ai që Rama do të mbajë më 16 maj nga sheshi i Skënderbej, ku do të pres liderët e Bashkimit Evropian në samitin e përbashkët që zhvillohet në Tiranë. Kryeministri po shkruan: Tiranë e dashur, Shqipëri e shtrenjtë. Postimi i Ramës vjen në një moment kur vëmendja publike është e përqendruar jo vetëm tek rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, por edhe tek mënyra se si do të vijojë komunikimi i mazhorancës me opinionin publik dhe faktorin ndërkombëtar. Telefonata me Hashim Thaçin, e para që publikohet në këtë formë nga kryeministria, ndodh në prag të një ngjarjeje të rëndësishme diplomatike, siç është samiti i BE-s në Tiranë dhe përkoj me një periudhë ku PS është në epërsi të thellë në numërim. Për momentin nuk ka më shumë detaje mbi përmbajtjen e bisedës me Thaçin apo për fjalimin në përgatitje, por mesazhi vizual dhe koha e publikimit e bëjnë këtë postim të llogaritur dhe me ngarkesë politike të qartë.